Miqtë e mikesha të pjesës tretë, edhe pse mund t'ju duket kjo intervistë nuk do të jetë frangëzisht, ky futbollisti që kam për krahun Gjan Benjamin Pavardit, por faktikisht është Sergio Ujka, është një nga mësuesorët më briljantë të kampionatit shqiptar të futbollit. Është një lojtar i cili ka qenë edhe në vëzhgimin e kombëtares, por mos i djegim informacionet që në fillim. Unë ju uroj mirëseardhjen Ujkës dhe falenderoj që pranoi ftesën për një bisedë me formatin podcast. Shumë faleminderit Andi për ftesën, ishte një kënaqësi gjithmonë që të bëj një podcast me një personazh si puna jote. Shumë faleminderit Sergio, unë kam parë, domethënë që je lojtar me prekje të ëmbël, edhe në pasimet e fundit që ke dhënë vendimtare për gola në kampionat, edhe kemi shkëmbyer mesazhe, ti je tip që ke pak humor, domethënë dhe ti kthen me një ironi të këndshme përgjigjet, edhe besoj që kjo edhe të ndihmon si fakt për të shprehur lirshëm në fushë. Po, është shumë e vërtetë se cilësitë e mia janë gjithmonë me topin, edhe më vjen mirë që kjo të ka rënë sy ty dhe shumë faleminderit për komplimentin. Ujka, ne këtu te pjesa e tretë mundohemi gjithmonë ta nisim nga fillimi, nga origjina. Si e nisi ti me futbollin? Kush shtyu drejt lojës bukur? Jemi kthy shumë rapa në kohë. Unë e kam nisë futbollin që në moshën, domethënë shumë vogël, as nuk e mbaj mend se çfarë moshë mund të ketë qenë, po sepse unë kam pas një fat mirë që jam rritur në fshat dhe... Si quhet fshati, Sergio, për të gjithë që na ndjekin? Fshati quhet Gurës, është shumë afër, shumë pak kilometra larg Laçit. Edhe kam pasur fatin e mirë që kam pas një fush futbolli 20 metra larg shtëpisë. Edhe besoj ajo ka qenë një shtysë e madhe për mua që të hell hapat e para aty, se po mos kisha pas fush do ishte jo problem, po se gjithmonë do të rrugtim tjetër, po nuk e di. Nuk do e kisha edhe shtysën e parë për futboll. Edhe ajo më ka shtyr shumë që kam pas fushën shumë afër. Interesant. Sergio, na trego pak për fëmijërinë, familjen, vëllezër, motra, nëse ke atë rrethin tënd vogël aty pranë shtëpisë, domethënë dhe afër fushës. Po, fëmijëria ime ka qenë, domethënë për herë kur më bën pyetjen e fëmijërisë, jam shumë entuziast për ta treguar sepse kam kaluar një fëmijëri shumë të lumtur. Edhe pse, domethënë gjithë brezi im që ka qenë në atë kohë, se tani është fëmijëria pak më shthurur, sepse kanë telefonet, ko atëherë nuk kemi pas asnjë telefon dhe gjithë ishim për njëri tjetrin kurdo kohë. Edhe kam kaluar një fëmijëri shumë të bukur me fëmijë që kam pasur moshatar, domethënë duke luajtur te ajo fusha e futbollit. Edhe vëllezër motra ke, Sergio? Po, kam 2 vëllezër, 1 motër. Në pas me jetë, jam më të më të vegjël, si kanë qenë dhe lërat, se jam kurështar tani si luni, dyshet si organizohet. Domethënë kam një vëlla më të vogël, motrën edhe vajin më të madh. Po, më thuaj. Unë me vajin e vogël lushim futboll. Edhe ai ka qenë futbollist vllai, ka vazhduar domethënë me skuadra? Domethënë ka luajtur futboll deri në moshat e vogla, ka qenë shumë i talentuar, ka qenë në atë kohë, domethënë gjithë që na shikonin të dyve, domethënë ai ka qenë më shumë i talentuar se unë, por ai e la futbollin, unë e vazhdova sepse kisha më shumë ego se ai, edhe ushtrisha më shumë se ai, edhe unë sa të bëna futbollist, ai vazhdon në profesion. E përshëndesim vllajën ish futbollist Ujkës, por patjetër të gjithë familjen e Sergios. A ke qenë zënsi mirë, Sergio? Shkove me qejf shkollë, si ke pas marrëdhëniet me librat? Kam qenë shumë zënsi mirë. Domethënë, kur shkoja unë kisha dy pjesë të ndryshme së gjithë e vendin e ri. Domethënë në shtëpi isha ai mistreci, Rëmujaxhi, kurse në shkollë isha, domethënë ndroja fytyrë komplet. Edhe zyshat i thoshin mamit, se mamin e kam pas edukatore në shkollë me fëmijët e vegjël, i thoshin si ka mundësi është kaq i urtë tu. O i thot ajo, mbahen. Hajde shifin në shtëpi se si është, se aty bën si i mirë kjo, po te shtëpia është shumë i mrapsht. Po kujtimet e para futbollistike, si ke, Sergio? Tani ti je bërë një lojtar me fantazi. Kur ishe i vogël, cilët futbollistë pëlqenin ty? Si vendas si tuaj? Më je tifoz. Ti je ditëlindja e gusht 1998, kështu që në ato vite pak a shumë kur je rritur ti ka qenë shpërthimi Mesit, Ronaldos me shok. Unë kam pas, domethënë lojtarin e parë që kam pa, domethënë televizor ka qenë Ronaldinho. Që domethënë shifja atë dhe bëhen e gjatë, domethënë te kjo fusha. Pastaj lojtar që më kanë pëlqyer ka qenë Zidane, edhe një lojtar që kohët e fundit ka pas pëlqyer, edhe pse është brez pak më i ri, jo son, po se këta, Paul Pogba, ke parë Pogba domethënë. Po atë sepse karakteristikat e mia futbollistike më përngjajnë
Shumë atë. Po 7 hodhe shpejt Sergio apo sepse je 7 lart, domethënë dhe je lojtar atipik sepse i ke këmbët e ëmbla për pas 7-in kaq lart, domethënë duhet ishe bën një qendërmbrojtës ose pyk përpara sulmues, të paktën sipas le të themi standardeve futbollistike të kohës. Unë kam qenë shumë i shkurtër. Kur kam qenë i vogël, domethënë deri në moshën 14 vjeçare kam qenë shumë i shkurtër. Edhe gjithë thonin ky ka më ngel i shkurtër, ky ka më ngel i shkurtër. Pastaj një periudhë 8 mujore, domethënë jam kam marr shumë centimetra, kam marr gati 10-12 centimetra. Sa je tani me matet e fundit shkencore në skuadër? 1.89 sa? Tani jam 1.90. 1.90. Si ishte historia që ti u regjistrove në skuadër futbolli? Kishit ekip futbolli aty afër në fshatin tuaj apo ju desh prindërve të çonin diku tjetër për të qenë pjesë e një skuadre me trajner, domethënë futboll të mirëfillt? Tek ajo fusha ishin vinjen ekipet zinxhirit e ekipit Laçit. Okej. Edhe vinjen edhe ekipet tjera që ishte një trajner që ngërmullonte kalamaj dhe i stërviste. Edhe ky ka qenë një ndër trajnerët e parë që mund ka zbuluar, thonë. Si quhet trajneri Sergio? Ruda Jazi. Ky është daja i Redon Xhixhes. Okej. Ka lidhje besoj edhe me Spartak Ajazin, një tjetër futbollist edhe kemi mik të faqes, po, Takun. Domethënë unë ndërkohë se ato vinë me Bostevite unë luja se kishin gjysën e fushës edhe gjysën ne. Edhe unë luja futboll aty. Edhe më shef ai, edhe më thot babi, pse nuk e bën stërvitje, se ky ato bën stërvitje në gjithë me ne, pse nuk e bie këtu. Edhe okay, shkoj ditën tjetër, avash duke luajt. Edhe më thot ke shumë cilësi të mira, edhe aty marr hapat e parë nga ky trajner. Pastaj vazhdoi aty për një kohë gjatë. Domethënë bashkë me vllajën edhe ai u regjistrua apo erdhi pak më vonë me këtë vllajën e vogël. Po ai është më i vogël, po ai e regjistruan në një akademi tjetër. Në një vend tjetër, okay. Ndërkohë rrugtimi yt si vazhdoi më pas? Pastaj sepse e di që në zonën tuaj për shembull fëmijët shkojnë edhe në Lezhë, fëmijët shkojnë edhe në Laç, ose kush ka domethënë mundësi të çonte Shkodër për skuadrat e moçave, nuk e di si e gjykuan prindrit e tu në atë kohë, çfarë lëvizje zgjodhen për ty? Në atë kohë, domethënë ishte periudha që në Lezhë, në qarkun e Lezhës është hapur një akademi që sot nuk ekziston, por jo më atë emër, Akademia Briant, që u hap në atë kohë dhe ishte një akademi shumë serioze, edhe prindrit e mi më dërguan aty. Sa distancë kilometra është jam kurioztar nga shtëpia jote? Domethënë ajo është pak a shumë domethënë ose me makinë për sa, okay. Ose me kilometra, gjysmë orë, 45 minuta, po. Unë në atë kohë nuk kisha makinë, unë shkoja domethënë në stërvitje o me fugona domethënë duke bërë ose kam. Edhe në kam e kam. Ka bëu domethënë 30 kilometra vetë ardhen kam për domethënë shkoja, domethënë kishte raste që domethënë u ktheja kam, shkoja kam. Interesant. Që s'kishte fugona unë ja fusja. Mundësi tjetër. Po. Brian është akademia me emrin e Brian Filipit, mos gaboj, futbollistit lirë të shpresave, është familja e tij që hapi këtë ekip moshash në Lezhë. Po, është presidenti i atij akademie ka qenë Gjergj Filipi, babi Brian Filipit, që hapi për derë djalit vet për me vazhdu ëndrrën ku la djali vet për gjithë fëmijët e zonës. I përshëndesim edhe familjarët e Brian Filipit. Më pas unë jam interesuar pak, ti ke qenë edhe moshat e Shënkollit, mos gaboj, edhe te Laçi, si vazhdoi rrugtimi yt në futboll dhe çfarë kujton nga këshillat e trajnerëve ato vite. Dhe jam interesuar di faktikisht edhe pozicionet ku ke luajtur Sergio, se tani domethënë çfarë mund të quajmë, një 6, apo 6? Tani luaj pozicioni tani me jo, aty ke Gnade ju luani kudo, por domethënë pozicioni yt është me sushor qendër, po, krijues. Teç domethënë. Si vijoi rrugtimin në futboll, trajnerët edhe pozicionet? Domethënë hapet e parë karrierës time kanë qenë te Brianci, që besoj kanë qenë hapat shumë ngadalt, por shumë me vlera, sepse ky presidenti, trajneri që ka qenë trajneri im Gjergj Filipi, na ka mësuar shumë gjëra, se aty kemi qenë shumë futbollistë që sot luajnë, po të përmend Arisildo Smaçi, po të Tiranës, Patrik Fetaj, Silve Zogal, Ildi Gruda, Akileo Ndreca. Gjithë ata që janë superiore, Fetaj ndoshta jo, po Fetaj të tjerë, po. Fetaj është, domethënë ka qenë vishën se ne kemi pas shku në turne në Itali, shumë shkoshim, domethënë çdo verë shkoshim në turne. Edhe lushim në skuadra shumë të forta. Të mira, po. Kemi luajt, mbaj mend që kemi luajt me Sassuolën, me Interin, domethënë Primavera, kemi luajt me Cezenën, me Bolognen, që unë kam luajt kundër aty.
edhe ka qenë një eksperiencë shumë, domethënë me si pritshëm ne më shku marrë që vite vera, po ne nuk e kuptojnë rëndësinë se ishim edhe të vegjël, po prap ai na thoshte domethënë që është mundësi edhe, nuk e di. Që 2 lojtarë kanë shkuar aty. Domethënë kanë pas një lojtar që sot e ka lënë futbollin për arsye të tjera, për mend të veta, po ai ka pas mundësinë që të firmosë kontratë 5 vjeçare me Udinezën. Tjetë ekipi i parë grumullohet në Serie A ndeshje, po mos luaj, po tjetë aty edhe e ka lënë. Moshtresh nga futbolli. Po që edhe unë kam pas mundësi që se ky trajner më ka çuar provë te ekipi Spal Ferraras, kam bën një provë 10 ditore bashkë me Ercilë Smaçi, një lojtar tjetër që Spal i vizit me Bardhe Blu ka qenë nga skuadrat e Gualudo së fundmi në Ingolani për gjithë tifozët e. Po ka qenë atë vit që ishte në Serie B dhe unë gjithë Serie A. Domethënë ne shkum te skuadra e Primaverës, edhe unë kam pas një histori interesante ndje sepse ky menaxher që na çoi, domethënë na çoi aty bëm servitje 3 ditë, edhe ditën e 4 kishim. Çfarë moshë ke qenë këtu Sergio? Pak shumë 4-15 vjeç? 17 kam qenë. Domethënë që ishte ekipi në Primaverën atë kohë i Spalit. Edhe një ditë para kur ishim te fushat te kompleksi i Spalit, një ditë para ne kishim standarde dhe taktik që të bënim neshën e nesër. Kurse ekipi i parë i Spalit kishte neshë kontrolli me Primaverën. Me pjesën që nuk lute, domethënë të nesmen me një skuadër, nuk e di, miqësore kemi luajtur. Se e kanë bën postafat për ne për të na pa lojtarët. Po, edhe ndërkohë se po bënim standardën, dhe më thot trajneri i Primaverës që ishte domethënë ishte të loja kundër ekipit parë. Më thot mua hajde futën lojë. Edhe ishte një lojtar që ishte te Primaverët, po ishte shumë i talentuar dhe merrshin shumë me ekipin e parë. Më thot mua, ai ishte luajtur me ekipin e parë, më thot mua këtë mbajti. Edhe 45 minuta kam mbajtur vetëm atë, edhe më shkoi shumë mirë loja, domethënë luajta me kundër atyne, po a ke parasysh ajo ideja me luajt fort, se ishim mësuar me luajt fort. Po, kërkohet bien sy duke luajtur fort, po ndërkohë ti ke dhëna të tjera. Po kështu mentaliteti shqiptar. Po. Edhe i hy fort një futbollist, nuk e di kush ka qenë, po ishte shumë i vjetër, mund të ishte një 36 vjeç. Po, ishte nga veteranët e fort, po jo fort më bravo, po. Loj. Edhe vetëm kur më thot mua, stai tranquilo, më thot, stai tranquilo. Jena shok, si më thënë, këtu në stërvitje nuk hyet fort. Ke nesha, kurse këtu jo. Okej, nga i moment unë thoshte po i vrasë, po më heqin fare këta. E pastaj shkoj nesha mirë edhe më thon, marrë neshën e shkoj të Smaçi të shoku. Më thot më të morën ti. A fitove ti? Po, fitove, po. Ne do ikim për Shqipëri, ti do rrish këto. A ke parasysh të manifestuar. Pastaj kur vjen menaxheri na thotë që është shumë e vështirë që t'ju mbajnë, apo se përpun dokumentesh edhe në mosh, po. Edhe do të monin ato kishin vende të lira ekstrakomunitare, kishin për brazilianë, këto afrikanë, kurse ne do të ishte shumë i talentuar që të shkojë aty. Që të zgjidhë një vend. Ndryshe nga tani, domethënë, që italianët nuk njihen si ekstrakomunitarë në Shqipëri. Po, ndryshe nga tani, po ka qenë një eksperiencë, domethënë aty ka marrë një lloj si njeri, jo si futbollist, e kuptoj, ka marrë një mësim shumë të mirë nga kjo, se ka funksionuar shumë mirë. Kjo përvojë, po. Një këshilla që mund të kem marrë nga shumë që kam marrë nga i trajner, kanë qenë që nuk është vetëm talenti në futboll, duhet më punu shumë me disiplinë që sepse djali vet ka pas shumë talent, po ka qenë shumë punëtor. Edhe sot e kësaj dite kur e përmend ndonjëherë ai persori thot Brian ka qenë ka luajtur te Ravena, mos ka luajtur te Ravena, ka pas shumë oferta në atë sezon, ai ka pas përtik, para se me ndrujet, ai ka pas përtik te Palermo, ka firmos kontratë te Palermo, edhe mos di muaj ka pas përtik. Ai ka qenë kismeti i tij. Si vijoi më pas rrugtimi yt në futboll edhe kur u afrove në një skuadër që do të mundsonte ty debutimin në futbollin profesionist? E ka pasur te Laçi apo ku ka qenë? Te Laçi. Si mbrit aty? Mbas Briancit, Laçi më kërkonte mua për ekipin e parë gjithmonë. Edhe pse shkova në vonesë te Laçi, se më kërkonte për ca arsye nuk shkova, edhe po shkova domethënë. Edhe ishte periudha, nuk e di vitet, po ka qenë me trajnerin e Besnik Brenga. Po.
I cili vepron atë në Kroaci. Po. Ai më ka dhënë dorën, domethënë, aty te ekipi i Laçit, para sa ishte ai më ka dhënë dorën sepse ishte një trajner që besoi të shumë të drejtë edhe të talentuar, atë që jepshin maksimumin. Edhe deputimi im nuk ka qenë me atë në Europë, neshin me Edhe ti me anorthosi si ke bërë, do se ma ka thënë adro historinë e vetë edhe aty e ka pasur. Do të pas ka qenë sebebi për të dy profesor besniku. Ai luajti informacion, unë luajta në hyrje në ndeshje e sipër. Ky ka qenë debutimi në futbollin profesionist. Interesant, debutosh në Europë. Po, shumë, domethënë ishte periudhë shumë e bukur. Se Europa për gjitha ekipet shqiptare shumë e bukur. Se ke parasysh. Normal. Luktën në Shqipëri pastaj shkon atje realitet tjetër. Përballesh domethënë me skuadra shumë fortë. Sigurisht. Çfarë kupton nga ndeshja e parë nga emocionet? Si e prite atë thirrjen, u ka bëu gati hiqja e lekun se të futesh. Domethënë shumë emocion normal, po për herë kam pas këtë se gjithë që më njohin, domethënë më thonë lojtari është shumë lojtar i qetë. Domethënë çdo që ndodhe jam shumë i qetë. A thonë eri më i qetë se s'duhet ta kanë përdorur si kritikë, është, ha? Se ndodh kemi lojtarët që janë më të qëndrueshëm, thonë, "Se është shumë i butë, por futu." Më kanë ndodhur, kanë thënë shumë herë, po. Normal emocione, po shumë ndjenjë bukur, domethënë emocionet janë ato minuti i parë, pastaj futesh në ritëm. Po. Futesh në ritëm. Si vijoi sezonin më pas, Sergio? Ti qëndrove te Laçi edhe në kategorinë superiore në edicionin që vijoi pas përfundimit të aventurës në Europë, apo lëvizje diku tjetër për minuta? Si shkoi? Qëndrova, po pa minuta. Vetëm stërvitje, pastaj doja që të luaja dhe shkova te ekipi i Shënkollit edhe që të merra minuta dhe aty besoj mora minutat e duhura që si ishin të parat si Kjo ka qenë kategorinë e parë me Shënkollin. Mos ka qenë sezoni ku hoqët Tiranën nga kupa, një ngjarje e tillë apo ka qenë në edicion tjetër? Jo, ishim me Tiranën në kampionat, ka qenë luajt kampionat me Tiranën vërtet. Kemi luajt, Shënkolli ka luajt fazën e parë me Tiranën në Shënkoll që i ka marr pikë. Po, kjo ka qenë arritja, që u bë pak bujë. Ti ke qenë fusha ditë? Jo, unë kam qenë neshin e dytë. Okej. Neshin e dytë në Tiranë, Selmas Termasi. Edhe më ka bërë shumë mirë ajo periudha në Shënkoll sepse luajta gjitha minutat edhe isha 18 vjeç, apo pas ka qenë sezoni 17-18 mos e bëj, si edicion, po. Po. Edhe mora gjitha minutat edhe u rrita shumë si futbollist. Ky ishte sezoni i parë si profesionist. Po, si profesionist që luaj futboll gjitha minutat. Ta bëj një pyetje tani, kur pate këto ndeshjet e para si profesionist, kishin ai kujtim për shembull nga fusha parë atje në fshatin tënd ku e kishe nisur me ëndra, me dëshira. Unë luaja aty. Bëja stërvitjet e Shënkollit, shkoja aty bëja prapë stërvitjet e fusha. Luaj prapë te fusha e Vëshpis. Edhe unë, domethënë një kuriozitet që unë kam te ajo fusha. Sepse domethënë fusha ishte pronare e fushës që domethënë na jepte leje që me lut, është vjerra ime sot. Po. Okay. Edhe kur bëj muhabetun sot me vjerrën time, se ajo ka domethënë unë atë kohë e cilësoj si njëri të keq. Po. Se u bërtiste, mos luan mos bëni zhurmë, sepse kishte gocën e vet, se kishte si kështu e mate shumë afër, se vetëm i gocë kishte. Edhe mate shumë, edhe nuk e na lejohet ta kuptoj me lut aty, edhe se e ngacmonim ne. Edhe nuk na lejet, edhe sot e kësaj dite I tham s'na ke lënë me lut, tani të kam dorën se të kam gocën. Tani edhe luaj edhe jam dhëndi. Po, shumë interesant. Nga sezoni I parë, çfarë kujton me Shënkollin, edhe dua të di pak kur mbritën superiore. Pastaj luajta 6 muaj të Shënkollit, u ktheva. U vazuar besoj. Po, I vazuar. U ktheva prapë te Laçi. Pastaj neta prapë periudhën e Europës. Edhe u ktheva prapë te Shënkolli se nuk kisha hapësira te Laçi. U ktheva prapë 6 muaj. Do kupton kategoritë parë nuk kishte ajo se ka vujtjet e veta, kupton se kampionati është normal. Po, plus edhe kushtet, ta kuptoj edhe aty ishte një periudhë që isha shumë I demoralizuar dhe thash ç'a do bëj, kupton se nuk po më rrinte më aty, kupton. E pastaj më vjen një opsion që ti ke në Ballsh. Domethënë kur më thon, unë s'e dija nga I Kush I kishte letra ndërkohë? Domethënë cila skuadër ishte në prosit Laçit apo? Jo, kishte Shënkolli. Kishte Shënkolli, okay. Domethënë isha te Laçi, po siç funksionon në Shqipëri nuk është se kishim kontratë. E kuptoj. Jo, mendova mos kishte taksa formimi dhe këto historitë.
në atë kohë ka qenë ndryshe si që janë tani, Si rregull, në rregull. Tani ka ndryshuar. Edhe vjen një ofertë, domethënë një person thot një foto presidenti e Ballshit na do më shku. Thonë unë nuk di nga i bie Ballshi, e kuptoj. E kisha ngju Byli po Ballshi nuk e di. Unë domethënë e thash unë okay po shkoj. Unë kam shku me taksi domethënë. Prej Tiranë, prej në Laç deri në Ballsh me taksi. Domethënë më dukte ajo rruga e Ballshit, e kuptoj ku na do shku. Edhe shkoj atje në te hoteli. Të tregoj histori tani. Shkoj atje te hoteli. Edhe sa hap derën veç kom del hadraj. I thon po ti, unë se dia se është aty, ai kishte shkuar në provë për vetë. Po ti këtu i thon. A dhon këtu te ball. Është shqira, kuptoj gëzohen tani. Thash kam hadraj. Po kam hadraj, na thash po më hadraj. Edhe filloi provë, më thot presidenti, më thot në provë. Jo kështu, domethënë. Trajneri që gjete fillimisht kush ja bën të provë? Dovedan. Provën e bante presidenti, po. Edhe në provë 2 ditë, mas 2 ditëve më thot më firmos. E pastaj filla në kategoritë parë, ishim në kategoritë parë, domethënë në janar, në maj dolëm Super League edhe nuk luajta shumë, luajta pak minuta, po domethënë mbylla mirë sepse luajtëm finalen me kemi luajtur. Nuk kujtohet tani. Po s'ka që ndoshta na del në bisedë me ka qenë sezoni kur po Rafën Vllaznin 3-1 bana gol edhe pastaj nisa sezonin si më shumë besim edhe me shumë besim me tjetër stat. Edhe fillova vazhdimisht duke luajtur, formoj ekipin edhe bëm sezon shumë të mirë. Në superiore tani. Po vitin e parë shumë të mirë. Pastaj vitin e dytë, atë kujtohet goli i parë në superiore Sergio? Unë kam bë në superiore flas, po. Golin e parë, më kujtohet, po nuk e kam pa me Ballshin, golin e parë. Nuk e ke bërë me Ballshin? Vasha gola. Me cilën skuadër ke qenë? Me Laçin, a? Do të thënë te Ballshi pas ke qenë vetëm kështu, njeriu i pasimeve. Po kam luajtur, po te Ballshi kam luajtur shumë mirë, si domethënë. Po nuk ecë goli. Po nuk ecë. Domethënë vitin e dytë un kam luajtur shumë neshe që aty shpërtheva, kupton që aty ndjen ndryshimin, po gjithëm pa, na kuptoj dhe kishte interesim nga klubi. Pastaj Si ndodhi po pas që u ktheve në Laç, sepse edhe Laçi me Ballshin, okay, tani janë zbutur pak marrëdhëniet, por nuk kanë qenë klube mike kohë më parë. Si ndodhi që të rimori Laçi? Faktikisht unë kisha oferta edhe nga ekipet tjera, po nga që e njifsha ambientin e Laçit, e thash ta provoj te Laçi sepse e njoh ambientin edhe gjitha, kuptoj. Edhe cilësi kishte Laçi faktikisht. Po, shumë cilësi ishte ekipi, domethënë atë vit ne kemi dalë në vend dytë, kuptoj, dhe ka pas shumë lojtarë të mirë. Edhe ishte ekip i formuar, merrte pjesë në Europë çdo vit edhe normal se çdo lojtar i ri shef këtë gjana dhe thotë ti ke gjetur edhe mes fushën me Luçkën Deliun edhe Shehun. Edhe un kam shkuar aty, domethënë për lojtarë që ti bëj konkurrencë aty në plotësues, po. Edhe pastaj nuk kam luajtur shumë, edhe pastaj kur iku Regi u futa në mekanizmat e ekipit. Edhe domethënë kam gjetur një ekip shumë të mirë. Konsoliduar. Trajner kë pas te Laçi? Trajnerin e parë kam pas atë Malazesin, Vukičević. Po, më pas u rikthye Duro mos gaboj, apo pastaj ka ardhur Josa. Me Josa domethënë kishim atë periudhën e mirë, kuptoj se kishim 10 neshë, 10 fitore dhe ishim top. Golin tani, nëse mund në golin e kam bë tregosh si dinamik. Po, golin e kam bë kundër Teutës, një kupe. Edhe kam bë një gol shumë bukur nga jashtë zone. Domethënë po të kujtosh golin tani me Dinamo, ne kam bërë identik Çirkos, një identik. Po në kampionat? Golin e parë, lavdin e parë kur e ke shijuar? Kampionat. Si më mend për zotin. Po ti kisha bën, edhe mos i mbaj mend, do ta falja. Një kuriozitet unë shumë, domethënë shumë gola si kam, gjithë gola si kam karrierë tjetër, shumicën i kam me kamën e majtë. Ti ke me të majtën. Po që unë jam me djathën, po si kam kryesore. Po marruin djathën, prandaj. E kuptoj. Po nga lojtarët e repartë, me cilët je ndier më mirë te pjesa e parë e karrierës në Ballshin e Laç. Flasim me fushor që ke kombinuar. Po, un kam pas fatin që të lym, domethënë në hapet e mi të parë, domethënë si Ballshin Laç me lojtar shumë të mirë.
Domethënë ballë që luja me Valentina Morate, Mluxhem, që ishin një Mësueshë mirë për kohën. domethënë kanë qenë lojtarë shumë të mirë, që sot domethënë Të dy në gjithën karrierë, të dy kaluan te Partizani, mos gabon një po periudhë. edhe kanë pas mundësi akoma më shumë karrierë se kanë qenë lojtarë më shumë cilësi. Pastaj kalova në Laç, që ishte një mesfush shumë e fortë, Julsheu, Deliu dhe Regilushka. Domethënë që ishin ato kombinohen me sy, u kombinoheshin me sy. Edhe ishte shumë e lehtë më fut manovër me të, sepse domethënë nuk ishte S'ka problem, domethënë nuk ishte dhe nisim. Po, mos e jemi me montazhin. Domethënë nuk kishte nevojë që të lujë, domethënë ne lunim atëherë, mbaj mend, domethënë Julsheu para mbrojtjes, Deliu, Regi edhe unë, domethënë Vracilush 4. Po, edhe domethënë rrotullonim edhe nuk është se kishim një pozicion fiks, edhe ku domethënë ishte ishte më lehtë për çdo futbollist më fut, çdo mesueshor, kupton, edhe ta bënin shumë mekanizmi gati. Atë Laçi u bërë edhe lojtari i rëndësishëm që po, hyre domethënë edhe në xhiron e futbollistëve që kishin merkato apo që kishin interes ndoshta edhe nga kombëtarët. Unë do bëj një pyetje direkte, cili trajner ta ka ndryshuar karrierën për mirë kur ti mendon sot domethënë këtë moshë edhe kthehesh prapa në kohë? Kur mendoj sot, domethënë me gjithë trajnerët që kam punuar, me gjithë trajnerët që kam punuar, besoj kam marr më të mirë nga të gjithë. Edhe me shumë respektin për gjithë, besojmë kanë bën kjo që jam gjithë trajnerët që secili ka kontribuar. Secili ka kontribuar. Po të veçoja një duke marr sezonet e mia më të mira, është kjo që po bëj tani. Edhe me vërtetovën tek Ignati po. Sepse me manovrën si bën me filozofinë që luan ai tek Ignatja, domethënë ekipi i Ignatës i kanë nxjerr, jo vetëm unë, po i kanë nxjerr krejt më pa, gjithë lojtarët. Po të shikosh edhe Regilushkën, që domethënë gjithë karrierën e vet, kjo është sezoni më i mirë që po. Edhe unë si më mirë kampionat. Deri në këtë moment që po flasim, Sergio, si jeti me statistikat? Sa gole ke shënuar, sa pasime vendimtare ke dhënë? Unë kam bërë, domethënë total gjitha kompeticionet kam bërë 7 gola dhe 13 asist. 13 pasime për gol. Statistika të mira. Po çfarë bëk shumë? Interesant. Jo, normal. Dhe më vjen mirë domethënë sepse duke qenë se për kampionatin ka rënë pak interesi, nuk ka njerëz shumë që ndjekin me disa ndeshje që ka përjashtime patjetër, por nuk ka shumë njerëz që po ndjekin kampionatin nga shkallët e stadiumit. Është bukur domethënë që ka futbollist me tilla karakteristika, edhe dikur qëndronte një shprehje që thonë ja vlen çmimi i biletës domethënë për të parë filanin. Kështu që në këtë rast kur ka mesueshorë të cilët kontribuojnë me pasime, por edhe që shënojnë, do të thotë që edhe loja bëhet e pëlqyeshme për sytë e publikut, kështu që më vjen mirë. Ti ke pasur përvojë edhe në skuadrën tonë kombëtare me trajnerin Edi Reja, mos gaboj, ke qenë edhe në Marbella ku ke luajtur një miqësore kundër Katarit, ka qenë apo Arabisë Saudite kundër Katarit. Që ke luajtur minuta të plota dhe në atë kohë Sergio u fol edhe se ishe gati edhe për kombëtaren e parë, sepse në atë ndeshje ishte më tepër një përzgjedhje futbollistësh nga kampionati. Na trego pak për gjitha përjetimet edhe na trego ato gjëra që si dim, sepse me të lexuar nga portalet dhe nga gazetat e kam këtë informacion, po tani Sergio, ujka, kështu që ma tregoti gjithë historinë, si ishte kjo periudhë për ty? Më thamë ftesa në kombëtar ishte periudhën ku isha te Laçi dhe ishte një ndjesi shumë e mirë dhe privilegj që të luaj me kombëtarën, edhe pse më thanë ato që shikonin nga jashtë ishte po thonë kombëtarja e kampionatit. Po çon si ka fanellë kuqezi. Por ishte kombëtarja e Shqipërisë. Patjetër. Domethënë preferoja kombëtarën. Shqipërinë. Po Shqipërinë. Edhe domethënë që kur shkova domethënë te kombëtarja me trajnerin domethënë Edi Reja, që domethënë njifte shumicën e lojtarëve, por stafi vetë na njifte gjithë lojtarët e Superligës. Edhe më bën mbledhja tek me mu. Edhe më thot mu ku ke qef me lujt. Më thënë ti e më sushor, po ku ke qef me lujt. A në atë periudhë unë luja 8. Edhe po gjithmonë pozicionin që unë ka preferuar me lujt ka qenë para mbrojtjes. 6. Po, do të thënë një trajner
që mi shef karakteristikat e mia, edhe pse un kam karakteristika për me luajtë edhe para, sepse bëj gola, kupton. Por mund ta bëj shumë mirë atë pozicion. Edhe thash unë të luaj aty. Edhe i them unë luaj 6. Edhe më fut 6. Më thot mund të provoj 6 herë të shoh. Edhe më provon 6. Stërvitjen e parë, domethënë shkova mirë, stërvitjen e dytë mirë, i ditë para neshës shkojmë atje në Marbella. Edhe më formacionin. Edhe fillo të tregoj një kuriozitet, domethënë ka qenë zëvendës trajner Hamdi Sali dhe Bulko, po Hamdi Sali nuk e nifte shumë, kupton. Se arrit jashtë, kupton se ka pa kampionat, nuk e di. Ndonëse kampionatin se edhe jeton në Shqipëri. Po, Bulko po. Edhe bëjmë ato gjyqjet para ndeshjes. Po, nxeme fushat ishin spektakle, kupton, topat e kanë ndryshe nga kampionati. Sepse është zonë ku bëhen shpesh faza përgatitore të ekipeve të njohura evropare. Po, shumë e bukur për motin, po. Edhe bëjmë gjyqje se unë shumë për gjyqje të fortë, domethënë kam gjyqje shumë të mira, edhe pse i kemi parë. I ke pa, s'ke pa gjako. Po, presim. Po, edhe bëjmë gjyqje, ishte Aleni në port, Aleni dhe Sinan, golan. Edhe më thot Hamdi Sali. Po, më thot Hamdi Sali mu, ma ty të dhëmë të zhveshtë më bani mu çdo fallë të gjushti nga larë. Okej, thëmë. E fillon ndeshja, luaj mirë, më shko çdo gjë mirë, kupta, gjitha detyrat se më dha detyra trajneri, ato i bën. Po, ato i bën me përpjekje. Edhe mbas neshës gjithë bravo, kupta, humbën neshë, po na shkoi mirë si ekip edhe pastaj mora lavdrime nga trajneri dhe një kuriozitet më tha që ke luajtur shumë mirë dhe më pëlqen shumë si lojtar dhe po të ke mundësi që të grumullojnë një grumullim tjetër do të marr parasysh karakteristikat e tua. Okej, faleminderit. Edhe pastaj vjen grumullimi i Itali, ka qenë për ndeshjet e Itali edhe me Armenin. Armenin duket. Po. Edhe dhe lista nuk jam aty. Edhe po në atë periudhë, domethënë te lista kryesore, në atë periudhë erdhën në listë, domethënë krejt lojtarët e kombëtarës, po mungon, domethënë u vra, nuk e di, broja, sulmues 1-2-3 sulmues edhe mbrojtja. Mbrojtje, domethënë mungon. Me sfusha e shëndetshme. Po, me sfusha gjithë aty. Po. Edhe në intervistë Hamdi Sali unë se kam ditë, kupton, unë e disha që kishin pëlqy, po nuk thosha, kupton, është se kanë marrë, kupton, si çdo futbollist i Superligës. Edhe Hamdi Sali thot në intervistë që e pyesin kush do ishte një nga lojtarët që nga Superligës që mund bënte pjesë këtë grumullim, edhe thot ai një nga futbollistët do ishte Sergio Ujka, por mbi popullimi i mesfushës nuk ka pas mundësi me zgjidh përsëri. Besoj kjo ishte një çështje fati, e kupton, që unë mund të grumulloja, pastaj do kishte rrjedh tjetër, domethënë se po karriera normal. Po me trajnerin e ri, me Silvinjon, se ndoshta ke pas dhe fatin e keq që me largimin e rejës, trajneri i ri ka dinamika të reja, parapëlqime të tjera. Ke pas ndonjë sinjal nga Silvinjo ose nga grupi i tij punës, ndonjë komunikim, ndonjë lloj ndjesie që po të vëzhgojnë? Tani më thënë drejtën sinjal kështu drejt për drejt ose me klubin nuk di unë, nuk kem informacion unë drejt për drejt, por nga që ai vjen me pa neshjet e mia, domethënë te gnatjes, normal që ai shef dikën aty. Patjetër. Edhe un kam qenë pjesë e kombëtarës në atë grumullim, po domethënë besoj se do jem në vëzhgim, po në drejt. Po i mbetet. Sergio, është një periudhë ku shumë futbollistë po lëvizin jashtë, po shkojnë kampionate të huaj, dhe ndoshta me një shpërthim të shkurtër ruajnë momentin edhe kalojnë. Ti ke një lloj periudhe konfirmimi relativisht gjatë tani, si mësueshor me cilësi në disa skuadra, e ke provuar veten, ti zgjodhe apo karriera të çojë domethënë që të bëhesh pjesë e gnatjes në kampionatin tonë, që është projekti më serioz aktualisht në futbollin shqiptar, klub për të vlerësuar për punën që bën patjetër. Pyetja ime është çfarë bëri që mos shkoje jashtë? Çfarë ndodhi? Mundësia apo ishte zgjedhja jote? Jo, ishte mundësia. Mundësia, okay. Por edhe çfarë bindi Rogozhin më pas? Nëse mund na tregosh. Domethënë ishte mundësia për mos tik jashtë, nuk kisha mundësi për mos tik. Kisha interesime, po nuk jo diçka konkrete. Jo, domethënë kishte konkrete, por nuk u bë, domethënë për tik. Zgjolla Gnatjen për faktin se është një klub që unë, domethënë një vit më parë unë kam luajtur kundër aty,
Edhe ishte klubi që mu si futbollist më ka bërë më të vështirë që ta mund, sepse luani një lojë shumë të mirë, domethënë ka identitet e Gnati, domethënë. Kur është shef Gnati, domethënë e kupton që kanë cilin e tyre të lojës, po me çarkullimin që nis nga portieri, edhe për një ignorantët e taktikës kuptohet që luajnë ndryshe, po. Po, edhe pastaj mbindi projekti i presidentit, domethënë një projekt me vizion, domethënë një projekt për 2-3 vite ose 4 vite, domethënë projekt afatgjallë. Edhe për më shumë si më ka bit loja e Gnatjes, domethënë lojtarët që ishin aty dhe thash pse jo ta provoj veten aty, se e shifsha veten që bëj vend aty, domethënë kam vend aty te ekipi, te skemat, edhe domethënë është një trampolinë shumë e madhe nga kampionati shqiptar e Gnatja. Tani është për momentin e mendon se është një kalim të mundshëm jashtë në një periudhë caktuar të karrierës? Po, patjetër. Për atë çdo besoj çdo futbollist që për të jashtë, sepse atje janë kushtet më të mira, domethënë edhe financat e gjitha, kupton. Edhe ajo dëshira ndoshta për ta provuar veten në nivel më të lartë, a i dilet apo jo. Po kombëtaren, sa e ndëron Sergio? Tash është marrim një shembull, për shembull Julian Shehu që ke pasur shok skuadret e Laçi, i bëri një ndeshje të mirë në debutim, edhe i erdhi edhe Shehu të koha për të qenë pjesë e kombëtares. E ndëron ndoshta një rrugtim ngjashëm, sa e mendon, sa kohë zë kombëtare në mendimet e tua, kjo ishte pyetja. Me thënë të drejtën, për herë, domethënë jam lojtar me, domethënë si njeri me kem tokë, domethënë me kem tokë, nuk është se ndërroj gjëra të paarritshme, po kombëtare është e arritshme, si e mendojnë për veten time. Sipas bindjes tënde, normal. Po. Por edhe për herë kam thënë, domethënë kur hapet tema kombëtares, them unë nuk do të jem kalimtar të kombëtarëve, domethënë si shpesh lojtarë kanë shkuar në Gëmllën, pastaj nuk kanë shkuar më. Unë duhet të qëndroj aty. Domethënë kur të shkoj, domethënë tani nuk po shkoj. Një proces, po tani nuk po shkoj sepse nuk po meritoj. Domethënë kur ta meritoj duhet të shkoj tamam atje, pastaj 3 atje. Domethënë të jem lojtar kryesor i kombëtares. Edhe ta uroj me zemër që ta bësh realitet këtë ëndër, edhe pse jo, të rish sa më gjatë pjesë e skuadrës son kombëtare. Kundërshtari që të ka hapur më shumë punë kampionatin ton ka qenë? Kundërshtari si lojtar, jo si skuadër. Domethënë kemi pas fatin që ka pas shumë lojtarë të mirë Superliga, domethënë si tuaj edhe shqiptar, por po të veçoja një. Po mund të themi 2-3 ndoshta që ishte, domethënë që nuk të linin dilen lojën tënde më thjesht. Domethënë jo që nuk linin dilen, domethënë do kap lojtarë që un kam has më vështirësi për t'i marku. Domethënë jo që ato s'm kanë. Domethënë 2 lojtarë që kam pas vështirësi domethënë për t'i marku kanë qenë, sepse un luaj në ekipe më inferiore, domethënë. Edhe duhet ishte më drejt, më drejt. Kanë qenë, ai ka qenë një lojtar i Partizanit, një Maget? No, kolombian, nuk e di, Romero. Aristoteles Romero. Po, ai lojtari, domethënë ka qenë shumë i fortë, që për mendimin tim, domethënë kam qenë të ballshëm në atë periudhë, o më dukte më i fortë, domethënë si ka qenë një periudhë ishte shumë fort fizike edhe po ishte fort, pa të shkurtër edhe po ishte shumë i fortë. Ku domethënë jam përplas herë me të, nuk e di, thash më çfarë përplasa, kupton. Edhe Rafael Duamena. Domethënë ai ka qenë një lojtar që domethënë i shkoja dhe ti veç rrija, kupton, se ai bëhet televizia para se të papritura. Por një lojtar që tani po ta marr në kontekstin që un kam pas më vështirësi, domethënë që tani do i bëhet çefi aty. Po ata që të markonin ty më as, pse këta ishin që i markoje ti dhe domethënë po e kundërta. E kundërta, që unë kam në ekip tani. Do të bëhet çefi, okay. Alexi. Alexi. Domethënë, o ishte ai shumë i fortë, domethënë, po ka pas edhe ekipin. Domethënë si i thamun, sa ti ke pas ekipin e mirë, unë kam pas ekip më të dobët. Po mirë se futbolli nuk është tek, nuk është ping-pong, po. Po, domethënë ai ka qenë domethënë që se çdo lojtar domethënë kur isha në periudhat e Laçit, unë edhe isha lojtar kryesor i Laçit, edhe markonin mua, domethënë një kundra një, shumë ekipe, kuptosh. Domethënë unë luaja kundër aty në ekipin një kundra një, kisha një lojtar një kundra një. Edhe kjo ishte edhe te Ignati, ishte Alexi. Te Ignati ishte Alexi, domethënë nuk më lehte, domethënë unë shkoja andaj
ai vite më së Ishte miri. nga bravo. Edhe një lojtar tjetër ka qenë Dhoci. Domethënë që Që është tani te te domethënë ka qenë lojtari më i bezdisshëm që interesant. mu më rritë një kundra një, domethënë ujë kish si i thotë tani, shko pi ujë ka, shko ke llocin aty. Po, o i thoja atje, do lush futboll, i thoja unë luj aty futboll, i thoshëm, lërë po të luj futboll, i thosh. Se nuk bën të lojën e vet ai. Ky ai kishte harru lojën e vet, rritë vetëm me mua. Po saçëm zbatimi i detyrave taktike me përpikmëri. Po nga ka u tjetër, Sergio, futbollistët më cilësorë që i ke pasur shok skuadre, që ti e ndjerë më mirë duke luetur me ta në një ekip. Hajde na përmend pak cilësi tani. Po cilësi kam lidh me lojtarë shumë me cilësi. Do përmendja, domethënë, përmend ekipin e herë aktual. Domethënë që Patjetër. ka shumë cilësi. Domethënë te Ignatja, domethënë vëre diferencën me ekipet e tjera, domethënë që jam stërvit edhe domethënë është një ekip që ku shkon topi ka cilësi. Domethënë do e vën rend stërvitje që aty nuk ka ritëm shumë, a kuptoj, edhe ku bjen topi fle. Si Në drejt zbutet. Edhe pa aty s'duhet përmend emra se a kuptoj, ndoshta i ngelatë e njëri dhe skuadër në kampionatet e sipër. Pastaj thonë pse më përmendën mua. Ta mos e nuk do të shohin këtë podcastin më. Po s'ka të do shohin. A do i them unë minutën e fundit kam fol shumë. Për ty. Por po të përmendja, domethënë ka qenë kur kam luajt me Julian Sheun, De Leon dhe Regin. Po, më shumë patjetër. Jam ndje domethënë që me lojtarë shumë cilësor, domethënë që po luajn. Një po ta bëj pyetje ndryshe, sulmuesi që të është më mirë njohës, për sa i përket pasimeve vendimtare. Kur s'do të jetë, se më takon të ta bëj ty këtë pyetje se je lojtar që pason domethënë. Po tani se di kujt mund të kem dhënë më shumë ose se unë i kam shpërndar ose. Mirë, drejt. Ja Guindo që i dhash ose se fundit, tha faleminderit. Të fundit në kohën që po regjistrohet ky podcast, sepse është work in progress. Historia e Sergio Ujkës. Çasti më i bukur që ke jetuar deri tani në karrierë, cilin do të veçoje? Çasti më i bukur, besoj ky që po kaloj tani. Aktuali. Te Ignatja, sepse është periudha që e kam shijuar më shumë futbollin. Edhe po shej akoma, besoj po ta veja, domethënë si çast më të bukur do ishte fitimi i Superkupës me Ignatjen. Ky është aktuali. Shkop sa mbar. Më i vështiri, Sergio? Më i vështiri, domethënë kam pas ose një lloj pengu që mund të kesh, nuk e di nga këto historitë edhe të së shkuarës. Nuk është se kam ndaj peng, domethënë, por çaste vështira kam pas, po jo të specifikoj një që domethënë them ky është i vështirë se kam dalë dot, po për herë kam dalë. Nuk është se ti përmend tani, domethënë nuk është sa një çast e vështirë që mund t'ja vej, ose në dëmtim ose në për fat mirë domethënë nuk e pasur, kurse gjëra të tjera janë kalimtare dhe kalojnë me kohën. Drejt njeriu ose njerëzit me të cilët këshillohesh më shpesh për sa i përket edhe momenteve jo në futboll, por që të qëndrojnë afër edhe në ditët kur gjërat nuk shkojnë vaj. Kujt i beson më tepër? Domethënë personi që më qëndron më shumë afër është nusja ime, që domethënë ajo më ka kap në momentet më të vështira të karrierës time dhe më të mira. Edhe më ka nejtë afër si në ato momente, si në momentet e mira, dhe ja di për shumë faleminderit edhe shumë faleminderit që më mbështet është krau im më i fortë. Pastaj normal familja që më rrin afër edhe më mbështesin çdo moment. Vjen babi, vëllezërit shikojnë stadium rregullisht. Babi vjen çdo ndeshje. Edhe kur shlion, a kuptoj, edhe kur shlion vjen ai. Nëse se di që s'do lushti. Po di që pezulluar. Tani ka bë përshtypje, ishim duke luajtur kundër Vllaznisë, sa unë s'luja. Edhe unë duke pa neshim vetëm kur vjen një person, më thot, ato thirr babi më vonë. I thoshun, cili babi tha? Babi kujt? Babi atë. Unë di sa ke shpije, vetëm kur më thot, vetëm kur shoh, po ti këtu i thosh, ç'a bën këtu? Ka marrë pa neshën. Po pse më tha, veç kur ti je ti do të shohun, do shoh Ignatin edhe kur mos ti je ti. Por këto janë personat që pastaj personat tjerë, domethënë që shok, shoqëria që kam, domethënë që të trin afër. I kam, domethënë kam shumë ngushtë dhe ato më mbështesin shumë, që po të përmend 2-3 emra janë Edison Dreca. Përshëndesim Dreca. Të faqes.
Mari Barama, Isi Manellari, që këto i kam 3 shok. Të dy lojtarë me cilësi këto, Barama dhe Manellari. Barama ndoshta tani është e vora, mos gaboj po. Janë 2 lojtarë shumë cilësi që ndoshta nuk kanë shfaqur shumë, domethënë po ti shoh, domethënë unë kam shok dhe i gjokoj. Kam luajtur me ta dhe i shoh stërvitje. Janë 2 lojtarë që ndoshta s'kan bërë shumë, nuk kanë shfaq shumë, po janë lojtarë që meritojnë më shumë se ku janë. Kohën e lirë si e kalon Sergio, nëse të mbetet e tillë, për jashtu këtë pjesën e rekuperimit që keni ju futbollistët? Po, duke përjashtu kohën e rekuperimit, kohën e lirë kaloj, domethënë në më shumë në shtëpi, domethënë nuk është se para dal, por më shumë shtëpi, domethënë duke pushuar ose pa televizor, por nuk është se bëj në gjallë, domethënë specifike. Ëndra më e madhe që ke në futboll, cila është? Ëndra më e madhe? Po, që ëndra më e madhe e cila mund tregohet? Po, ëndra më e madhe që kam futboll, kam që të luaj herë jashtë, domethënë. Që domethënë ta provoj veten jashtë dhe ti marr futbollit atë që besoj tani është bë futbolli shumë jo pasion, shumë i fortë, apo më shumë komerc, reklam, ato para. Por unë duke pa dhe moshën time, domethënë që nuk është se jam i vjetë, po jam 26 për 27, du që mos ngelem pishman për atë që ta ofron futbolli për një kohë të shkurtër, du t'ja marr atë. Ta marrësh me mirën, patjetër. Këtë do të punoj për çdo ditë që t'ja marr futbollit atë më të mirën, që s'po ta çojmë tani se ndoshta do duket sikur do të shumë se kuptuar se do të marr më të mirën, do të marr më të mirën. Maksimumi para shkoj sa luan, po është normale. Maksimumi para shkoj sa luan. Është normale. Kjo është ëndra, domethënë objektivi jam se s'po ta çoj ëndër, po qëllimi është për të marrë më të mirën, që kur të marrë sportin mos të kem pishmane, domethënë pse s'u bën ashtu. Ne po nëse për shembull mbyllet ky podcast edhe ti do ndezësh makinën aty ku e ke parkuar edhe imagjinon veten pas 15 vitesh ose 20 e ke mbyllur me futbollin e luajtur, ku e shikon veten? Domethënë po shikon futboll ende me ndonjë rol tjetër apo do bëhesh inxhinier? Por domethënë po ta imagjinoj veten mas 15 vitesh kur ta kem arrit, domethënë mas 15 vitesh i bëj që ta kam po ta marrim mirë se kam arrit qëllimin tim. Po, në futbollin e luajtur. Po, në futbollin e luajtur. Do e shifsha veten, domethënë mua m'pëlqen, domethënë tani po flasim çam pëlqen, nuk e di se çam mund të bëjmë, po çam pëlqen te pjesa e sportit, nëse do futem gjithmonë, se nuk e di a do futem ose të lej futbollin te pjesa e sportit, po normal se çdo futbollist do e ketë atë mikrobin e vetë. Po, që do të rinë ambient, se ka investuar gjithë jetën për atë pjesë, patjetër. Do më pëlqen të merrem me agent futbollit, isha agent futbollit, domethënë. Roli i bukur është. Nuk është se vetëm thjesht pëlqen, nuk është se e kam atë se agent futbollit do të jesh pak më tregtar, nuk është se e kam atë, domethënë. Dhuntin. Ja, nuk e kam, po thjesht më pëlqen si profesion. Por po të gjitha diçka tjetër, domethënë do fusha në botën e biznesit, domethënë që mund merresh me diçka. Pyetja e fundit që kam, Sergio, duke të falendëruar patjetër për kohën edhe për përgjigjet e sinqerta, është historia e numrit. Çfarë numri mban ti në fanellë dhe pse? Unë bëj numrin 36, edhe domethënë vetëm njerëzit e mi të afër e dinë pse e mbaj. Edhe mund ta ndash dhe me ne arsye? Do e ndaj. Edhe numri 36 unë kam pas një xhaxh që unë nuk e kam më, nuk jeton. Edhe ai ka vdek 36 vjeç. Edhe domethënë këtë gjë as djemtë vet nuk e dinë unë pse e mbaj numrin 36. Vetëm unë e di, domethënë se unë e kam di mungesën e atij, se unë kam qenë 2-3 vjeç kur ka vdekur ai, kur ka ndruar jeta. Edhe e kam di për herë mungesën e tij sepse shifsha babin, se babi vetëm atë vlla ka pas, Edhe kur i iku e shifsha babin që ishte shumë i trishtuar, domethënë edhe e kishte nevojë që të kishte një vëlla. Edhe
Edhe unë ndjeja kom të si mungesë, domethënë kur e shifsha babin e ndjeja si mungesë. Dhe kjo është domethënë një mënyrë për të kujtuar Për të kujtuar për të mbështetur babin. Për të mbështetur babin, domethënë vetëm për atë kam mbajtur dhe besoj do e mbaj gjithë karrierës time, s'do ndryshoj ndonjëherë. Faleminderit Sergio Ujka dhe shpresoj që me numrin 36 ti të kesh mundësi të përfaqësosh edhe Shqipërinë. Inshallah, po se dia lejohet numri 36. Ndoshta në protokoll jo, por nuk i dihet, me futbollin modern ndryshojnë. Me klub do mbaj për herë. Si të shkoj ky muhabet, ky bisedë ishte thjesht apo shumë e thjeshtë? Si ishte si markimet e Aleksit apo pak më e thjeshtë? Më e thjesht. Faleminderit për kohën, të uroj sa më shumë suksese në karrierë, miqtë e mikesha, ju që keni ndjekur Sergio Ujkën duke dhuruar pasime, duke shënuar nga distanca, shpresoj t'ju ketë zbavitur edhe me këto përgjigje që dha në këtë bisedë me formatin podcast. Ju urojmë shëndet dhe faleminderit gjithëve. Faleminderit Andi.